Paga minimale nga 1 janari 2026 do të aplikohet në vlerën 425 euro, ndërsa nga muaji korrik do të rritet në 500 euro. Disa nga qytetarët e intervistuar sot pohuan se kanë mirëpritur rritjen e pagës minimale, sidomos në këtë kohë kur trendi i rritjes së çmimeve, sidomos atyre bazike, është në rritje nga dita në ditë. Sipas mie e vlerësoj në rregull, sepse për sektorin privat është rregulluar paga minimale me ligj, por duhen të rregullohen edhe disa gjëra tjera, për shembull pushimi javor, pushimi mjekësor edhe pushimi vjetor. Rritjen e pagës minimale ka mirëpritur edhe një tjetër qytetar, mirë po ai shprehet se pavarësisht kësaj rritjeje, pagat duhet të jenë edhe më të larta, sidomos në sektorin privat. Unë mendoj për momentin mirë ka bë për 350 euro në 450, pastaj në qershor do bëhet 500, mirë po prap nuk mjafton. Unë mendoj me kushtet, me gjendjen ekonomike në Kosovë, individi meriton pak ma shumë. Paktën një 600-700 euro pagë minimale, me mujt me evitue emigrimin apo ikjen prej Kosove. Duhet më konë ma madhe. Duhet më konë ma madhe. Me thonë që fort keq nuk ka, po duhet gjithçysh punëtori më vlerësu. Sipas qytetarëve, si sektori privat, ashtu edhe ai publik, duhet të ofrojnë paga më të mira në mënyrë që të përballohet më lehtë kostoja e jetesës.